Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Tani do të ndaj një letër që me të vërtetë është shumë e dhimbshme. Është një letër shumë e ndjerë, është një letër që ka një emocion të tmerrshëm. Janë fjalët e një vajze e cila është dashuruar dhe është martuar me burrin e motrës. Përshëndetje Tiranë. Nuk e prisja se do të vinte momenti që unë të shkruaja këtë letër. Për mua është një nga letrat më të turpshme që unë kam shkruar dhe që tani e kuptoj gabimin e madh që unë e kam bërë. Sot jam një vajzë 38 vjeçare. Jam rritur në një familje shumë të edukuar. Baba im ka qenë profesor në shkollë të mesme, ndërsa nëna ime ka qenë edukatore. U rrita bashkë me motrën time. Motra ime ka qenë në një vit më e madhe se unë. Kur ishim në shkollën e mesme, pikërisht në 18 vjeç, motra ime u fejua dhe gjeti një djalë shumë të mirë. Tani me rrogën e babait ne nuk mund të siguronim të ardhmen tonë ashtu ne si donim, të blejmë fustane të bukura, të blejmë taka të bukura, të jetojmë vikendeve, nuk mundeshim ta bëjmë atë gjë. Dhe unë si fillim fillova ta xhelozoj motrën që unë nuk mundesha të gjeja një burr të tillë. Burr me shumë lekë. Motra filloi ta ndryshon jetën. Filloi që të blen gjëra origjinale. Filloi që të ikën në përfundjava. Filloi që të shijon pushimet verore. Filloi që të kënaqet me partnerin e saj, gjë që mua më ndikoi jashtëzakonisht shumë. Nuk e di se çfarë më bëri që unë të mbyll syt. I mbylla syt komplet. Edhe vazhdova rrugtimin tim. Rrugtimi im nuk ndaloheshte. Unë çdo ditë duke u munduar që t'i futem motrës në vatër. Shkoja tek ajo pikërisht kur ai ishte në shtëpi. Ai ishte shumë i bukur burri i saj. Kishte një trup shumë joshës. Dhe unë sinqerisht kur e shikoja gjithmonë eksitohesha. Mundohesha që ta provokoja në të gjitha format, mundohesha që ta bëj për vete. Mundohesha që t'ja marr vëmendjen. Dhe duke ndenjur tek shtëpia e saj, ne filluam që të afrohemi shumë. I flisja keq për motrën time, për karakterin e saj. Dhe ai filloi që të flet me mua hapur, filloi të flet fjalë që unë si kisha dëgjuar. Kur e kuptova atë që në disa gjëra karakteri i motrës time nuk i pëlqente, unë fillova që të ndryshoj pllakën. U bëra një njeri krejtësisht ndryshe, duke u munduar që të nxjerr anë të motrës time që ndoshta ajo edhe nuk i kishte. Ai filloi që të afrohet shumë me mua. Dhe një natë prej netësh, ai ishte vetë në shtëpi, edhe unë, teksa unë fillova që ta provokoja. Ju ula në prehër dhe ai nuk më tha jo. Filluam dhe bëm gjën më të bukur tonën. Ishte momenti që unë nuk e kisha imagjinuar. Dhe ai më tha ti qënke komplet ndryshe. Prej asaj dite filluam që të takohemi më shpesh. Dilnim në për restorante, iknim në për hotele, shkonim në për parti, më thënë kalonim momentet më të bukura me njëri tjetrin. Momente që nuk i keni imagjinuar kur më parë.
Familja jonë nuk e dinte raportin tonë. Nuk e dinte askush. Ne raportin tonë e kishim të fshet, e kishim intim. Askush nuk e besonte që ne kishim arritur deri në atë pikë. Kur iknim në pushime iknim bashkë. Dhe atje kënaqeshim të dy. Motra dilte me kalamajt në plazh, ndërsa unë me atë në hotel bënim namin. Por kaluan 6 muaj në këtë forë dhe unë edhe ai vendosëm që të marrim rrobat edhe të largohemi. Motra nuk dinte asnjë gjë. Unë atëherë mendoja që më kishte kapluar djalli dhe mendoja që po bëj gjën më të bukur në jetë. Po kënaqem, po jetoj, po argëtohem. Por fatkeqësisht nuk ishte qenë ashtu. Unë kisha shkatëruar dhe kisha lënduar shpirtin e motrës time. Ditët kalonin shumë shpejt dhe ne vendosëm që t'ikim. Kur vendosëm që t'ikim, aty më u kuptua që unë kam ikur me kunatin tim. Baba i pësoi në frakt, nëna gjithashtu, u bë një dramë e madhe në familjen tonë, motra e përjetoi shumë keq, fëmijët e përjetuan shumë keq, ndërsa ne të dy thonim kemi dashurinë tonë sepse unë kisha lekët. Por ka 2 vite që jetojmë në Itali, ky është penduar shumë, sepse raportet me familjen i ka rregulluar, nga që familja e kuptuan që unë isha ajo iniciatorja, por tashmë unë kam mbetur shumë keq. Nuk kam raporte me motrën time, nuk kam raporte me timat, nuk kam raporte me nënën time. Nuk e di se si t'ja bëj, nuk e di se nga të shkoj, por thjesht do me thënë zemra më digjet dhe kërkoj shumë falje për gabimin që kam bërë. Më fal motra ime, e di që nuk ka fjalë që mund të më falë mua, ky është gabimi më i madh i jetës, por do kisha dashur që një herë të ulemi të dyja, të bisedojmë, edhe të ma dëgjosh hallin të cilin e kam, sepse ky është halli më i vështirë dhe më i tmerrshëm që ti mund të kesh dëgjuar. Unë vërtet kam vuajtur shumë, vërtet kam hequr shumë dhe vuajtjet e mia nuk kanë fund. Në fakt këto janë fjalët që kjo vajzë ka shkruar për motrën e saj. Unë dua të marr mendimin tuaj, dua të marr atë komentin tuaj. Unë e di që ajo nuk do ta falë, sepse nuk mund të falësh një mëkat dhe një gabim të tillë, është tmerri më i madh që mund ta bësh në botë. Me thënë këto gjëra nuk falen, këto janë gjëra që janë shkatruese, denigruese dhe nuk falen, por dua të marr mendimin tuaj në koment, jepni ju mendimin për atë se çfarë po ndodh dhe çfarë e ndjeni.